Përfaqësuesit e pushtetit thonë se projekt ligji për përfaqësim të drejtë është tashmë i përgatitur dhe pritet që së shpejti të kalojë në filtrat përkatës institucional. Për të na informuar më shumë mbi këtë çështje në studio kemi të ftuar zë vendas kryeministrin për qeverisje të mirë zotin Arben Fetaj, mirë se erdhët, ndërsa bisedën do ta zhvillon kolegu im Recep Çamili. Faleminderit Nora. Pa humbur kohë, mi mram dhe mirë se erdhi, themi zë vendas kryeministrit për qeverisje të mirë Arben Fetaj. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjetëm. Pra, zotri Fetaj, është qeverisje e mirë që ta leni vendin pothuajse 10 muaj, pa balancues dhe pa ligj adekuat të miratuar i cili do të garantoj përfaqësimin e drejtë dhe adekuat e etnive tjere në veçanti të shqiptarëve. Shifni, ne vendin ndoshta ka qenë pa balancues për disa muaj, por e keni parasysh që balancuesin kanë kërku BDI-a, qeverisjen paraprake, në kuadër të reformës së administratës publike, strategjinë në fjalë, që të tërhiqet balancuesi, sepse ata vlerësonin që ai mjet nuk i përmbushte më qëllimet e veta. Dhe u keq përdor, natyrisht. 23 vite kanë kaluar nga fillimi i qeverisjes së BDI-s, kujtojmë që parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat ishte një nga shtyllat e marrëveshjes së Ohrit. Ata kanë patur kohë 23 vite të përgatisin ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe nuk e kanë bërë asnjëherë. Ne ende nuk e kemi bërë një vit si qeveri dhe javën e ardhshme të martën në seancën e radhës të qeverisë do kalon në procedurë qeveritare ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Shumë sinqeritet, probleme gjatë vit në krahasim me 23 vite. Në rregull. Por derisa i referohem deklaratave të shumta gjatë këtyre 7-8 muajve të fundit, a patët probleme, u ballafaqohet me diçka që u vanua për pelimin e ligjit se vetë paralajmëruat nga Vleni. Domethënë kemi pasur 5 ose 6 deklarata për çdo muaj i cili ju paralajmëronit se do ta bëni gati për pelimin ose versionin e fundit. Ashtu është punuar në këtë ligj, projekt ligj për disa muaj me radhë. Keni parasysh që është një çështje thellësisht politike, e ndërlikuar, po të kishte qenë çështje e lehtë, BDI do e kishte rregulluar këtë për ato 23 vite pushtet që i ka pasur, por asnjëherë nuk e ka bërë. E thash, ne për një vit qeverisje kemi sjellur ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në procedurë qeveritare. Unë sapo dal tash nga Komisioni Politik i qeverisë, ku dakorduam që i njëjti të vendoset për miratim në seancën e radhës të qeverisë ditën e martë, pra në 1 vjetorin e qeverisë sonë. Cila është përparësia e këtij ligji për dallim nga balancuesi i cili thamë se më u keq përdorte si mekanizëm gjatë punësimeve të fundit? Po ligji tash nuk dua të zbuloj shumë elemente, sepse ligji nuk është ende publik, mund të them disa gjëra. Këto janë që në kuadër të këtij projekt ligji do ketë mekanizëm politik, do themelohet në kuadër të qeverisë një trup, i cili trup koordinues, po i cili do mbikëqyr shty përpara zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, natyrisht në kuadër të atij grupi dhe në bashkëpunim me institucione të tjera përgjithëse siç janë Agencioni i Administratës Publike, Ministria, do sjellët një metodologji e re për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe do dalim përsëri te një lloj mjeti planifikimi i cili mundson realizimin praktik të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Përveç kësaj. Dhe shumë elemente tjera të cilat do i zbulojmë ditën e martë, besoj. Po jemi kurioztarë dhe besoj përderisa na keni nderuar dhe keni ardhur në servisin publik të qytetarëve, besoj se do na japni edhe detaje. Çfarë përmbani njëjti përveç kësaj që përmendet, ha hiqet grafa e përfaqësimit etnik, nuk du të futem detaje. Se thanë se hiqet dhe do të ketë me letër njoftime do të vërtetohet përkatësia etnik. Projekt ligji do kalon në procedurë qeveritare ditën e martë, me njëherë pas do dalim në konferencë për shtyp dhe do shpalosim detajet dhe mekanizme konkrete të zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Pra nuk mundemi të na tregoni se në çfarë mënyre në të ardhmen në çfarë mënyre, se pyetja e radhës është se në çfarë mënyre dhe forma do të bëhen punësimet në të ardhmen dhe avancimet e etnive e tjera në vend, në veçanti të shqiptarëve në përputhje me versionin e fundit të projekt ligjit. Po e thash, aty do sjellët një metodologji e re për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, e cila do rregulloj këtë çështje deri në detajin e fundit. Metodologjia mund ka ekzistuar një metodologji në periudhat paraprake. Në periudat paraprake është dasht, e thash, të sillet një ligj i tillë, i cili nuk është sjell asnjëherë, sepse ata në vend se Po gati jemi sigurt se metodologjia do të bëj përfaqësimin e duhur të shqiptarëve edhe të. Ai është qëllimi bazë i metodologjisë. Domethënë metodologjia sillet për të zbatuar parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, dhe ky është qëllimi kryesor.
nuk e kuptoj pyetjen, nëse më pyetni pyetje hipotetike për një metodologji e cila nuk është ende aty, për një ligj I cili vjen në procedurë qeveritare ditën e martë, ju më pyesni për detajet që duhet të ndodhin brenda periudhës së parë së zbatimit të këtij ligji. Tani, nëse nuk jam gabim, pjesë e grupit punues për përpurimin e këtij ligji është mes tjerësh edhe profesori universitar Mersim Maksuti. Në komunikim sipër me profesorin universitar më është thënë se unë I kam dërguar tha profesorit të gjitha vërejtjet, edhe pyetja e parë është, a mund të na tregoni se çfarë propozime ndryshe ka parashtruar? Ja, nuk futëm detaje, ka qenë një proces I gjatë ku kanë qenë disa profesorë universitarë. Ama besoj se jeni njoftuar me gjitha propozimet edhe me projekt ligjit. Natyrisht. As nuk futëm në emra të përveçshëm, ne si ekzekutiv, unë personalisht zëvendës kryeministri kam prit këtij procesi, aty ka qenë edhe zëvendës kryeministri Izet Mexhiti dhe kemi patur profesor universitar, drejtës kushtetuese, së drejtës administrative, pa u futëm detaje, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre si ekspert dhe kontributin e tyre shkencor në këtë drejtim. Nuk kemi informacione deri në këto momente se cilat ose sa propozime prej atyre që I ka propozuar profesori universitar janë pranuar ose nuk futem në detaje të propozimeve të secilit antar ekspert në kuadër të këtij grupi punues, I cili ka qenë një grup punues I cili është udhëhequr në nivel politik me 2 zëvendës kryeministra. Andaj nuk du të futem në detajet e çdo propozimi që ka ardhur, ka patur shumë propozime, kemi diskutuar për mua e nuk është shqetësi, po as nuk shoh arsye unë që t'ju tregoj tash procesin 6 mujor, 7 mujor që kemi kaluar aty me çdo detaj, me çdo sugjerim që mund ketë. Nuk mendoni zotëri Fetaj se ndonjë ekspert. Nuk mendoni se keni dështuar për shkak të vonesës në këtë drejtim se? Jo, nuk bëhet fjalë për dështim as sesion. E thash, krahasohet një periudhë 23 vjeçare me një periudhë 1 vjeçare. Të jemi serios. Balancuesin e kanë kërkuar heqjen e tij ata që nuk janë, ata që janë në opozitë. Po duket ishin pjesë edhe vërejtjeve të Komisionit Evropian, nëse nuk jam gabim. Dikur për balancuesin ka pas vërejtje vazhdimit. Është vërtet që po, edhe Komisioni Evropian ka kërkuar apo ka përkrahur në farë mënyrë heqjen e tij. Ka pas versione në raportet vjetore. Është vërtet që ka pas rezerva edhe nga ana e Komisionit Evropian, po ajo që është e rëndësishme është që balancuesi është hequr me propozim të qeverisë paraprake në kuadër të strategjisë për reformën e administratës publike. Për themi për mos punësimin dhe avancimin e shqiptarëve? Jo, unë nuk besoj. Unë besoj që po I shihni numrat e punësimeve, javët e fundit. Është e vërtet që në periudhën e parë, kur filluan punësimet në sektorin publik para një muaj e gjys, kishte më tepër Maqedon se sa shqiptar që punësoheshin, po ditëve të fundit dhe veçanërisht javëve të fundit dhe veçanërisht të ditë të fundit, shihni trend të kundërt. I pat ndoshta numrat për punësimet në postë. Numrat të cilat I ka kontestuar ish bashkëpartiaku juar. Nëse mund ta kryej fjalën time, në postën e Maqedonisë ishin diku 35 punësime shqiptare, 30 avancime, 60 dikon te drejtoria e librave ama apo ana sjelltës, numrat mëdha. Do punësohen 2500 shqiptar në sektorin publik deri në zgjedhjet lokale, do bëhen 800 avancime, gjë që nuk ka ndodhur jo për disa muaj, po në një mandat të tërë të bashkimit nuk është I vërtet BDI-s. Pra numrat janë thellësisht në avantazh të koalicionit dhe të qeverisë. Këto numra që përmendi ka kontestu ish bashkëpartiaku juaj ditën e shtunë se kam qenë kujdestar dhe është thonë se këto punësime Arben Taravari dhe ku ka thonë se këto punësimet janë të para disa muajve dhe nuk korrespondojnë me gjendjen aktuale. Por a nuk është I vërtet numratori Nuk është I vërtet, faktualisht nuk është I vërtet sepse para disa muajve nuk ka patur punësime, punësimet kanë filluar që një muaj e gjys dhe Arben Taravari mban përgjegjësi. Kam thënë edhe në mediume tjera, ai mban përgjegjësi sepse ka dhënë urdhër sekretarit përgjithshëm të Aleancës për Shqiptarët që të bojkoton Komisionin kadrovik të koalicionit Vlen në 2 muajt e fundit, duke tentuar kësaj që të pengon procesin e planifikimit të punësimeve në sektorin publik dhe të shkaktoj vonesa, nesër shkaktoj zhgënjim, dëshpërim të shqiptarëve ndaj koalicionit Vlen, ndaj qeverisë në përgjithësi, sepse misioni Arben Taravarit ka qenë I marrë prej Artan Grupit, prej Aliametit për të rikthyer BDI-n në pushtet. Rrjedhimisht, çdo pakënaqësi që ai ka tentuar të shkakton përmes planifikimit të punësimeve ka qenë me idenë që të rikthehet. Po BDI-ja veç më ka filluar numratori, unë I them, numratori që I nxjerr ju publikon ku ju barazon se, domethënë gjatë kësaj periudhe është bërë me 0, në disa institucione ju barazon me 0. Unë e thash, në javët e fundit shihni raport diametralisht të kundërt. Shihni që shumë shqiptar punësohen në Ministritë e Brendshme, në postë,
në drejtorinë e librave am, në Nomagas, në çdo sektor, janë vjetra. Pra nuk është hap. Kjo zbrastëri nuk ka hap derën për të themi për diskriminimin shqiptar. Si nuk është asnjë lloj diskriminimi. Avancimet që jemi duke bërë, unë ju thash më herët, 800 avancime do të bëhen deri në zgjedhjet lokale, 800 avancime shqiptare. E dini më sa shqiptari ka met për 20 vite në kategorinë pomllat sorabotnik nëpër institucionet tona. Unë njoh njerëz që janë afër moshës pensionimit, një vit 2 kanë ngel deri në pensionim shqiptarit mirë, i cili ka filluar punën 2002-ën, sot e kësaj dite është pomllat sorabotnik. Dhe tani para pensionimit do të avanconi. Po do i avancojmë natyrisht, edhe ata sepse meritojnë, edhe ata njerëz që tu njihet kualifikimi, tu njihet diploma universitare, tu njihet edhe kontributi që kanë dhënë për vite me radhë, e jo të mbahen si në kohën e BDI-s pomllat sorabotnik të gjithë shqiptarët nëpër institucione publike, mos t'u jepet as punë, të mos u besohet, të mos u njihet kualifikimit, të mos u mundësohet të rriten në karrierë si në çdo vend normal të botës. Ama tregoni edhe një herë për fundit grafa etnike, si do të zëvendësohet? Nuk futem detajet, të martën do e keni detajet, na ndjekni, do kemi konferencë për shtyp me njëherë pas seancës së qeverisë dhe do i shtjellojmë të gjitha detajet e ligjit për përfaqësim të drejtës. Zotëri Fetaj, padyshim se ka dhe shumë çështje tjera për të shtjelluar, po aq na lejon koha në Ditarin Qendror. Faleminderit që ishit pjesë në Ditarin Qendror. Kënaqësi. Nora, me kaq e përmbylli bisedën për sot.